Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në seancë jemi 92 deputet, kemi quorum për vazhdimin e seancës, procedojmë te pika e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. 23 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj Listën Serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca, shihemi 27/6/2025 në ora 11. Unë nuk e kam dëgjuar se çfarë ka thënë zoti Abdi Gjiku, por e kam dëgjuar çfarë ka thënë kryeministri Kurti, dhe kjo është e vërtetë. Për faktin se me mungesën e vullnetit për të konstituar kuvendin e Republikës së Kosovës, opozita po e zgjat mandatin e qeverisë Kurti. Ju e dini që ne në mars e kemi përmbyllur mandatin ton dhe jemi qeverinë detyrë. Por është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës në mënyrë që pastaj të fillojnë afatet për zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Dhe siç e dini, në dispozicion i kemi 15 ditë për ta bërë qeverinë e Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim, gjatë kësaj kohe, ne në vend që të kishim një përpjekje edhe nga ana e deputetëve të opozitës, madje edhe kryetarëve të partive opozitare, që ta konstituojnë kuvendin e Republikës së Kosovës, ne çfarë kemi parë, siç edhe sot ndodhi, ata vinë në kuvend dhe nuk marrin fare pjesë në votim. Unë nuk e di nëse keni pasur rastin që t'i pyesni deputetët e opozitës, shumë thjesht, pse vinë në seancë? Sepse nuk ka kuptim që të vish në seancë për 29 herë, pra 29 herë prej kur ka filluar propozimi i kryesuesit të seancës për votimin e fshehtë, dhe për 29 herë ata kanë ardhur dhe nuk kanë marrë fare pjesë në votim. Pra as nuk kanë votuar për, as nuk kanë votuar kundër, as nuk kanë abstenuar. Ne është e vërtetë që nuk kemi marrëveshje me opozitën, por përveç se këta po e bllokojnë konstituimin e kuvendit, ta edhe po e zgjasin mandatin e qeverisë, ta përdit flasin kundër qeverisë, në vazhdimsi flasin se si qeveria Kurti ka qenë qeveria më e dëmshme ndonjëherë, por në anën tjetër duket që as vetë nuk ju besojnë fjalëve të tyre, sepse thjesht po e zgjasin mandatin e qeverisë tonë. Ne, siç kemi thënë, jemi në pritje edhe të vendimit të gjykatës kushtetuese. Urojmë që vendimi i gjykatës kushtetuese të dalë sa më parë. Natyrisht ne do ta respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese,
por nuk mundet që vetëm një parti politike me respektu vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe kur jam këtu, po i referohem pikërisht tek gjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ku gjykata kushtetuese i ka obliguar deputetët e kuvendit që në seancën konstituive të votojnë për, kundër apo të abstenojnë, të përdoret votimi i fshehtë apo votimi i hapur, por edhe për kundër kësaj deputetët e opozitës nuk po votojnë. Edhe sot kishte një reagim të shoqërisë civile, ne si Vetëvendosje i kemi pritur ta kemi shoqërinë civile, i kemi treguar për pozicionin ton, i kemi treguar se gjithçka që ka zhvarr nga ne kemi adresuar, por nuk dim se çka mund bëjmë më tepër, sepse numrat janë këto dhe është e rëndësishme që të gjithë deputetët të marrin pjesë në votim për, kundër ose abstenim. Pra ju lutem mos na keq kuptoni, sepse ne asnjëherë s'kemi thënë duhet votojmë patjetër për, por për, kundër ose abstenim. Sot ishte seanca e 35 dhe edhe njëherë u demonstrua publikisht që për lëvizjen Vetëvendosje, për Albin Kurtin, pushteti është më i rëndësishëm se shteti. Egoja është më e madhe se Kosova. Ambicia është më e madhe dhe më e rëndësishme se demokracia. Kjo situatë duhet të marrë fund dhe presim nga lëvizja Vetëvendosje që të reflektojë. Kosova është buzë kolapsit. Çdo ditë kemi lajme, informata, konfirmime për dëmin e pariparueshëm që kjo situatë po i shkakton ekonomisë. Dje kam lajme të frikshme për krizën buzë kolapsit në sektorin e energjisë. Ftesë publike për reflektim. Mjaft është mjaft. Faleminderit. Se zoti Zoga i deklarohet. Mos i dëgjoni gjithë njerëz që flasin gjërat pa fije inteligjencë. Si po ja zgjasim mandatin zotin Kurti. Është jo legjitim, nuk ka mandat, e ka uzurpuar detyrën e kryeministrit edhe të deputetit në njëjtën kohë. Nuk ka logjik në gjë e tillë. Është urgjente të bëhen institucionet e Kosovës. Për çndrime zyrtare keni zotin Zoga i tash. Faleminderit. Paraqeshin një shqetësim që ekziston në shoqërinë tonë, është shqetësim real. Edhe gjithi kanë, po e them ashtu, drejtat e veta, mundësitë e veta, përgjegjësinë e vet. Unë mirëpres shoqërinë civile që na kujton detyrën tonë. Faleminderit. Zotri Limaj, zotri Kurti po thotë që ka zgjatur mandatin opozita. A është e vërtetë që ka zgjatur mandatin? Nuk besoj që çështja në Kosovë është, si në Kosovë në një çështje shumë më serioze se kaq. Ne duhet e thash edhe mbranda për kushtimi, angazhimi, sa më shpejt me pas marrëveshje politike ato që këto vazhdimisht juve. Marrëveshje politike e cila pasaj për cilët buron ndërtimi i institucioneve stabile të kuvendit edhe të qeverisë. Dhe forcat politike të Kosovë ka dalë duhet më ikë nga kalkulimet edhe lojra fjalësh, po duhet të fokusohen të përqendrohen për mbushjen ato që presin qytetarët e Kosovës, ato që pres shteti i Kosovës, sa më shpejt, edhe ashtu jemi të vonuar, tepër të vonuar, të ulen edhe të dalin marrëveshje politike, siç thash, e cila garanton ndërtimin e institucioneve.